Portat e parlamentit u hapën plasi Leku. Leku madh, ç'a thumër burr? U rritën rrogat, si ndjeni? Për parlamentarët po ne jo. Se di, du me ja ditë fare, ai tha do i ngrej. Ai tha do të ngrej për popullin. Për parlamentarët jo, sa ngritin ja 2 lekë për popullin, pastaj parlamentarët u bën 5.000 euro rroga. 5.000, vajte 5.000. Aty afër. Ke 5.000, 3.200 marrin ta thjeshtit, ta kokat e të mëdhaja marrin nga 5.300. Po, Se dëgjova më nga lajmet, nga ju. si Nga ju mediat. si duket? Shumë, Si ndjeni? ja, shumë vështirë. Shumë për popullin shumë keq. Si do i shkoj halli? Halle shumë. Ikim jashtë shtetit, vim, kështu që kjo është bota, se këtu me 20.000 lekë ditët nuk i dilet. Nuk del dot, nuk del. E ndu ngajtë në rrugët e deputetëve. Po, pikërisht për këtë kam dalë sot unë Po më. mirë, në unë për të fol. Ashtu tani. U hapën portat e parlamentit. Po pra, Plasi Leku. plasi Leku, Ashtu. hyke Bireku. Tani, si ndjeni me këto rroga që u ngritën kaq dëndur? Po pse atë në bëhet qefe, më prishë qefe, u shkam. Mos më intereso, ai e majti llafin, tha, unë do i ngrej rrogën dhe i ngreti. Po, e në shpimit do të ngaj energjinë, do të ngaj, tha. Arriti dhe e mbajti fjalën kryeministri. Tha do ngrihen rrogat dhe i ngriti. Dje në parlament u hapën portat dhe plasi Leku. Si ndjeni tani? Leku po punëtora s'ka. A dhe i ngrejnë për vete. S'du me ja ditë, ai tha do i ngrejnë tani, ç'a doni ju? Ngrejnë ushimin, ngrejnë rrogën, një barabar shka. A që ngrejnë që? Ngrejnë ushimin, ngrejnë rrogën, së ngrejnë. Fal, ti kë votove? Më zvotoj fare për asë njone. Okej. S'kam pajre, s'kam nësë, unë roje s'planë. Kisha 2 vetë roje ke njone aty, moqë, katë. Katë, se kisha vjetë në gjithë ke halal. Tu te që katë qëvëzën. Shqiptaj ishë me qëvëzur, raca me keqe. Tu duhet 13-15 balë, atuni këtë racën komplet shqiptare. Me thënë drejtën shumë shkeq. Pensionista jetohet me 70.000 lekë, me 100.000 lekë pension. Ato më përpara do të bëshin për pensionistat, pastaj për deputetët e ministrat. Për mu, ai e majti llafin, tha do ngrej rrogat, i ngriti. Po ngriti rrogat për veten e tyre. Me gjë atë. Se mund. Po mirë, ky tani çdo gjë ngre apo Po për të do i nëjë se s'bë, se do i mori do parë që ka dhënë. A thua? Apo ma. Si ndje mua, s'bëhet vonë fare. Pse s'bëhet vonë? Më vjen keq për njerëzit, ja ushtojnë çik njerëzve se kanë nevojë. Se nuk e shtuan person këtu. Atë. Nuk e shtuan. Se nuk e shtuan, ku e di unë tani atje brenda se si kanë buxhetet, se si kanë. Të flas unë në rruga. Jo, fol për veten tënde. Për çfarë të flas për veten? Pse nuk ta kanë ngrejt? Po s'ma kanë ngrejt, ku e di unë? Të pyet ata që e kanë në dorë atë timen. Po mirë. Se kam unë, ku e di unë jam as në parlament, nuk jam as në. Ti ke në dorë të tatën, po duhet dish dhe i gjë që ti ke në dorë edhe rrogën e atyre, sepse me taksat tona, me taksat e juja, pa ai me rrogën. Mirë, jam larg shumë unë. Për ata, po jam shumë, s'më merr në konsiderat edhe pikë më roj. Ju jeni pensionista? Pensionist. Sa e keni pension? 300.000 lekë. 300.000 lekë, jeni e kënaqur? E kënaqur e pa kënaqur ajo është, ato ke lajtaj. Dëgjoj, sa më shumë të ketë, aq më shumë do. Kënaqet njeriu në njerë, për ditë dalin gjëra të reja, do të haj edhe më mirë, të vej, sot kanë ngrënë në shtëpi, nesër taj në restorant. Po kështu është ka shumë gjëra, janë ca gjërat që të kufizojnë sipas lekut. Për lekët e deputetëve, pse janë lodhë shumë të punu? Po ne që marim 80.000 lekë pension, si do t'jetojmë? Fal, ju për kë votuat? Vota s'tregohet. Kuptova. Ashtu. Domethënë, ju jap keni fut vetës. Jeni e kënaqur? Vetës jo inshallah, se ja kena thonë ati që verita. Më rregull. Po mirë, tani ky që ngri ka këto rrogat gjonat, ky çdo gjë ngren apo? Çdo gjë do t'i bëj fjollë. Fjoll fare kret. Do i bëj mrekulli. Si do shkoj puna tani që këtu po ngrihen çmimet e personave që nuk ndikon në ekonominë e popullsisë dhe popullit e le. Ne do vdesim. Ja, na vjen e pandemia, tash do hikim, të rrinë rehat. Po vjen e dyta? Po e dyta e forta fare. Që ngeni e mirë informuar për këtë. Do të na marrin përpara të fshi e të rrinë vetëm bosat. Ne fukarit do ikim. Si do jetojnë bosat pa fukarajnë, sepse ato pasurohen me fukarajnë? I kanë sigurua të bësja. I kanë bo palpal. Of. Edhe në qilë, edhe në ati, në honi kanë qu. Po që na dhe kënaqur në rregull.
Ky e majti llafin, tha do i ngret ato pagat i ngreti. Edhe ngriti rrogat e tyre. Tani. E tha edhe. Jemi shumë të kënaqur. Ne për ata po punojmë se e kuptohet. Po mirë, dakor, ju jeni pension apo? Po pension domosdo. Sa e keni pensionin? Nuk ka rëndësi po me të tjerë të një rrafshit në atat mesatares. Si botën, e? Ai që është lartë e di, se ata s'bëjnë gjë. Po mirë, ne, domethënë, ju populli s'keni gjendor? Asgjë, që ne dhamë votën haje për ata kishin nevojë. Pse bërin një javë mbrapje, pse bërin një javë para. Edhe ky domethënë shumë shpejt sikur reagoi. Po ai vetë nuk ishte dakord me një dorë. Po mirë, ky ngriti këtë të atyre. Ky gjitha i ngre ky apo? Vetëm pensionet jo, se ka zë njëri ngosh. Po mirë, pse nuk zë ti me gojë tani dhe invalidët? Ata janë para nesh. Janë paraplegjikët, tetraplegjikët, të invalidët, në fund jemi neve. Në këta që janë pensionistë. Se aty hynë edhe ata. Për ata nuk ka nevojë njëri, ne jemi konsumuar. 45 vjetë punuam, i bëm ato që kishim për të bërë. Tani, po të marrë shumë, pensionistët nuk përfitojnë nga shteti. Përfitojnë nga sigurimet shoqërore. Duhet ta përballojnë pensionistin. Tani, e rriti, ashtu e pa antarësyshme, e rritën. Ju ndjeni mirë me këtë rritje që bën ata? Po tani, mjes ndjemi, po tani, që të bëjmë? Po invalidët nuk u përmendën fare. Bashkë janë aty mo pensionistë invalid, ato me asistencë sociale, njerëzit pjesë janë pa punë. Kjo sistemi kapitalit, që është në popullin ditë të hallit, në vërfnie në mirim të punu për burgjezin. Ne punojmë për burgjezin. Tu s'ka njerëz ma. Këto vetëm është oligarkia dhe burgjezia që rini këtu s'ka, punëtor këtu s'ka. Ju për këtë votuat, Një kile qërshia bëjnë 50.000 lekë vjetra. Sot. Ndërsa unë më 150.000 lekë vjetra. Ai merr 6 milion. Një gjyqtar merr 6 milion sot, nesër 9 milion. Edhe doset janë aty, ka 30 vjet. Doset e këtyre që rrisin rrogat e veta. Këto rrezik që nuk bën në ligje dhe për të dashurët dhe për të dashurit e vet. Në qeveri. Dje u hapën dyert e parlamentit. Plasi Leku. Jeni të kënaq? Vallai, ne jemi pensionistë. Unë me një pension të vogël që merr burim 170.000 lekë për zotin, drita, ujë dhe vetëm bukë thatë dhe ilaçe, asgjë tjetër s'mund të marrim dot. Jemi shumë të pakënaqur nga pensioni. Dakor, të pakënaqur nga pensionet, po duhet qani dhe i çik hallën e atyre invalidëve. Ata janë akoma më keq, s'diskutohet për invalidët, është domethënë pjesa më kryesore janë invalidët. Pastaj pensionistët se jemi në pikë të Nuk shohim gjë me sy, nuk marrim dot një domatë na dhimbsit çdo gjë për zotin. Edhe kur e marrim një kokur, 2 kokra, e ndajmë për gjysmë me burrin. Po mirë, ja dhe ato domatën e ndam për gjysmë, po dini se çfarë hani? Vallai, edhe ushqimet janë shumë të këqija. Detyrohemi të marrim ku janë më lirë, pa harrojmë se prishim shëndetin tonë, jetën tonë, gjithçka. Kjo është e gjitha shumë keq për zotin. Jam shumë dakord me rritjen, po të shikoj një njerë edhe në qikë këta invalidët edhe pensionistët, se shumë keq. Po mirë, me rritjen e deputetëve që bëri kryeministri ose që u miratua dje në parlament, a mendoni, sepse e di kush ishte arsyeja e ngritjeve të pagave që deputetët mos të vjedhin më. Tani që janë ngriti pagat, mendoni se do vjedhin më deputetët? Mendoj se po. Ujkuqimin e ndron, po... Zakonin Saro, nuk e di, ndoshta inshallah, po s'besoj. Dhe gjithë që është probleme. Ne është probleme që ne konfirmojmë kodë, sepse ata pyesin as dëgjojnë, se po të ishe ideja se ata do kishin ashtu, do kishin reflektuar për shumë kohë më parë. Kjo është kodë me si me thamë, me marrë i mendim kodë, për mendimin tim. Sepse nuk është se kemi sot, që inflacioni ka vajtë i kësë mbanë më. Qa rritje është ajo? A i tha... Rritën për vete, ata nuk rritën për shtresat e nevoj. Mua nuk më intereson, a i tha do ngrej rrogat dhe e majti llafin. E mbajt. Sa marrun zgjedhjet, ky filloi me ngritjen e rrogave. Patjetër. Tani. Superman. Po zotni. Nuk e di nëse dëgjove dje se çfarë ndodhi në parlament? Që u ngritën rrogat e deputetëve dhe çfarë janë invalid, pensionista dhe super heronj si puna jote, nuk ja ka ngritur rrogën. Ti ndjen shqetësim këtu?
Me thonë drejtën, kjo është një farë shqetësimi që i përket kategorisë veçantë. Këta vlerësojnë më shumë interesin e vetë, sepse kjo duket qartë në bazë fakteve dhe provave që kena që na dëshmojnë realitetin suprem, tanishëm. Dhe duhet rritën rrogat e çdo lloji kategorie njerëzish. Me thonë drejtën, që të kena një stabilitet mesatar të jetesës përgjithshme, të aspekteve të përgjithshme. Dje u hapën dyert e parlamentit. Po. U hapën dyert, shpërtheu legu. Po. U rritën rrogat. Ju jeni kënaq? Jo, ka diçka që ne sot për sot, në mënyrë kategorike, nuk parim të konceptojnë. Qas parim të konceptojnë? Që kemi një gabim shumë të madhë. Ne kërkojmë të hyjmë në Europë, të bëhemi si bota. Bota ka standarde. Mirë po, nëse ne nuk do rrim të konceptojmë vetveten si bota, e kemi të kotë të bëjmë zhurmë. Ne kemi shumë kanale që bëjnë zhurmë. Kemi shumë gazetarë, shumë analistë që në rrinë me orë, gjdo natë, me vite, me dekada. Paren e gjvasin për natë, e marrin për vete. Nërsa për të tjerët, shikojnë edhe qimen. Unë pyes thjeshtë. More ne që botojmë edhe jashtë. Në Shqipëri nuk kemi asgjë, sepse se marrin nga këto që janë vetë drejtues ose analistë. Mirë, populli pyet. Unë ku jam? Qeveria Rama ka punuar. A ka mangësi sa të duash? A kemi njerëz pa nivel sa të duash? More kemi të shkapetur një pjesë. Nuk përfaqësojnë asgjë, ata se kuptojnë vetveten, vetëm ullomotisin me vite. Mirë, unë pyes një pyetje. Unë jam qytetari i mirëfillt. Unë nuk kam dashur ngjyra, unë duhet ta vuaj. Po si unë janë me mira, disa qindra. Pra, ku do shkojmë ne me këtë lloj konceptimit? Por ka një gjë. Komuniteti Evropian, Shtetet e Bashkuara, Sedat, po na konceptojnë drejt. Kanë pa që kjo është një popull shumë i qoroditur, sepse na kanë bërë të tillë që në fillim. Nuk dëgjoj politik fare. Nuk e hap televizorin fare, sepse këtu është lumi. Nuk ja vlen të hapësh televizorin, nuk ja vlen të dëgjosh parlamentin, jam bërë të neveritshëm, një kjo popull që është shumë i përullur. Se është popull i përullur? Është një rini shumë e dobët, është një popull shumë i pa kulturë, sepse jetëm në vitin 2023, dhe akoma gogolët Berisha Meta Rama për teatr. Ka stile prishen shtëpitë e kulturës, teatrot, që të bëjnë teatr të maskarejnë me këtë popull. Sot Tiranë nuk ke ku të bësh aktivitet kulturor. Shkojnë njerëzit tjerëm, nuk din të dëgjojnë muzikë. Në ka përshur talavaja. Ka shumë për thanë, mikë, nuk thuhen të këtë gjitha. Duhet të zgjohet ki populli gjumi. 30 vjetë, non-stop, Berish, kur do të sosot ki Berish? Kur më zëtni, bota demokraci humbe hik. Dire veni të rivet, rinia. Zbëj ma unë tani bëj për i këtë raki. Shë ma për politikun. Të rinë zëtni. Kjo është demokracia, më rove hik. Kur është diktaturat, vazhdojnë. Vetëm Zoti ishi për kryer. Njeriu ka bërë hik. Si mund të është politik jam unë, partia ime? Nuk mund të thotë politik partia ime, vetëm dashuri, thotë që të dua, se e imi, ose fëmija imi. Politik s'ka partia ime, ku e gjithë e partin pazar,